Parani që ditën e sotme do të flasim për Turqinë, për zhvillimet atje. Është një datë mjaft e rëndësishme sepse është data 15 korrik. Jemi në përvjetorin e 10 të grushtit të shtetit, 10 vite më parë të 2016-s, një natë që sipas një pjesë të analizëve, edhe njerëzve që merren me historinë, lindi Turqinë e re. Pra jemi 10 vite nga grushti i shtetit që ndryshoi edhe Erdoganin, solli ndryshime kushtetuese dhe gjithçka tjetër mbrapa shumë të diskutueshme, me debate që vazhdojnë edhe sot. Megjithatë, ne për të folur për këtë datë, për atë që ndodhi atëherë dhe atë që pasoi më pas, do të zhvillojmë një bisedë me teologun Eduard Hartori, të cilin e kemi të ftuar. Edi, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, mirësi jeni, a jeni mirë? Mirë, faleminderit. Unë jam mirënjohës për kohën. Ju jeni në vendin e ngjarjes, 10 vite më parë zdiente. Në fakt jam në njërin prej shesheve kryesore të asaj nate, ku janë zhvilluar betejat kryesore të asaj nate, jam pranë bashkisë së Stambollit, që është bashkia e madhe e Stambollit. Më lidi tash shikoj. Këtu jemi në Faleminderit për pamjet edhe për ilustrimin. Dhe diku atje pak më tej është duke u mbajtur edhe një koncert, i cili është pikërisht për këtë datë. Do të ketë aty, domethënë, një program të larmishëm me fjalime dhe muzikë, domethënë muzikë patriotike e tjera në radhë. Mirë, po më lejoni t'ju tregoj një histori interesante që ka ndodhur në këtë shesh, domethënë. Para kam zgjedhur pikërisht të shesh. Do t'ju tregoj këtë monumentin këtu, është siç e shikoni, ky është një monument për ydylli, janë disa njerëz, disa civil thjesht, të cilët janë shahida, janë dëshmorë. Po ti shikojmë të gjithë janë duke pikërisht tek vendi ku ishin atë natë, po kanë qenë duke marrë abdes. Domthonë kanë ardhur këtu, këtu është një shadërvan i madh, po është në punime sipër. Dhe kanë ardhur këtu, kanë thonë nuk e kemi frikë, po kemi frikë të vdesim pa abdes. Edhe kanë marrë abdes siç e shikon këtu. Edhe këtu i kanë gjujt, domethënë, i kanë gjujt me helikopterat, i kanë gjujt, policia i ka godit, domethënë këta dëshmorë që janë këtu. Edhe janë përjetësuar në këtë vend ku siç e shikoni, domethënë. Këtu kemi hoxhën, kemi një hoxh, kemi edhe disa besimtarë. Domethënë kjo për të treguar që çështjet e vatanit janë marrë sigurisht që në rreshtat e parë gjithmonë kanë qenë hoxhallar, gjithmonë kanë qenë njerëz të cilët edhe feja ka luajtur një rol shumë të madh, sidomos në Turqi për shembull, ajo që e ndryshoi krejt peshorën e çështjes ka qenë pikërisht ezani nëpër xhamia. Imagjino këtu në natën e 15 korrikut ka qenë një natë ku njerëzit kanë ditë gjë, kush ka ditë asgjë. Mirë, këtu domethënë njerëzit kanë dalë hoxhallar, kanë dalë. Ngrijeni edhe pak kamerën. Okej. Po, siç po thoja, hoxhallar kanë dalë këtu nëpër xhamia, ka dalë vetëm një hoxh në fillim fare, edhe ka thritë ezanin. Në një kohë që ezani thritet në kohë të caktuara, mirë, po ai e ka thritë në një kohë pas caktuar, pra në një kohë natës, dhe njerëzit janë çuditë për kësaj. Dhe atëherë kanë marrë vesh, pastaj edhe nga fjalimi i presidentit, kanë marrë vesh që diçka po ndodh në Turqinë, diçka rënd po ndodh, edhe janë ngritur të gjithë domethënë si popull. Pra nga një hoxh ka filluar një hoxh tjetër, një xhami tjetër, të gjitha xhamitë në zonë dhe u ngrej populli domethënë. Imagjinoj kanë mbushur shefet plot në atë kohë. Kanë arritur që në këtë moment në këtë sheshin që sheh këtu kanë qenë ta tregoj kështu. Tu kanë qenë pikërisht kanë qenë tanke, forca ushtarake në këtë vend. Ku doli ushtria në rrugë. Për të bllokuar gjithë arteret kryesore të qytetit. Që mos të lëvizje. Erdogan ishin këtu që të dalin në rrugë. Po, që të dalin. Dhe njerëzit pastaj kanë dalë në gjithë të sheshin që shikon këtu domethënë, kanë dalë njerëzit. Dhe tash sigurisht në këtë moment kur ne po flasim, aty është njerëzit janë mbledhur pikërisht përballë nesh. Aty po bëhet një koncert dhe ne do të shkojmë atje, por është shumë interesante fakti se si e kanë përballuar njerëzit domethënë. Asnjëri nuk domethënë imagjino kanë dalë shtet, unë nuk e di ku kanë qenë edhe forcë, por kjo është vetëm për Zotin tëm. Ku kanë qenë edhe forcë që të dalin tankeve përpara. Tu kemi pa raste kur njerëzit i kanë dalë tankut, i ashtrit tankut direkt në zinxhirët e tankut. Do kjo është e tmerrshme. Kur e mendon si çështje, kjo është e tmerrshme. Do çka kurrë duhet për atë. Dhe këto janë video, këto janë gjitha të regjistruara.
Dhe siç po thoya vllajet, këtu në Turqi u munduan ta thyen Turqinë apo edhe nëse do të ishte thyer, nëse ai krye shteti do të kishte dalë me sukses, sot nuk do ishim asnjëherë, nuk do ishim këtu duke folur, por dhe nuk do bëhet fjalë për Turqi. Do Jemi Turqia nga ajo që ishte 10 vite më pas, vinte Turqia tani që një fuqi jo vetëm rajonale, por pak më parë ishte samiti i NATO-s aty, duke e kthyer në vëmendje globale. Pikërisht, dhe nga një Turqi që është sot, domethënë, nuk të kishte patur sukses ai grushteti, sot Turqia do të ishte si Siria para 10 vite civile, shkatërime, bombardime, dhe shqyqyr Zoti para rujti Zoti që mos bëhej tillë. Ndërkohë që si thash pra, Turqia e ka kapërcyer tashmë atë dhe më pëlqeu sot Erdogan kur tha një fjalë të madhe, sa grushti i shtetit dhe fitoria ndaj atij grushti i shtetit këtu në Turqi është deklarata e pavarësisë për shekullin e ri të Turqisë. Pra, Turqia tashmë ka shpallur shekullin e saj, quhet shekulli 100 vjeçar i Turqisë. Dhe sipas deklaratave që këtu bëhen vazhdimisht, është, le të themi, Turqia pretendon që të bëhet superfuqi, jo thjesht rajonale, por të bëhet edhe superfuqi botërore. Dhe drejta saj rrugë është, domethënë. Imagjinoni ku ishte para 10 vjetës si fuqi ushtarake dhe ku është sot. Do sot, le të themi, edhe para 5 vjetësh, europianët, perëndimorët nuk e donin Turqinë, në thjesht ta shkonin, nuk e donin, jo më antarët NATO-s, shumë deklarata për ta përzënë Turqinë nga NATO. Kurse sot Turqia, domethënë, është jo thjesht një antar kyç, por është shpresa e vetme e NATO-s. Të lutem, në aspektin gazetaresk, është kurioziteti 10 vite më pas tani, çfarë mund të themi për atë periudhë atëherë? A janë të vërteta ajo që diskutohet media që ishte shërbimi sekret rus, ai që e shpëtoi Erdoganin nga ky grushteti? Shiko, aludohet edhe këtu, domethënë, aludohet që edhe kjo mund të jetë, ne nuk mund të dim fiks në ato detajet e thella të çështjes, por gjithçka mund të bëjë vaki. Por ajo që dihet është se shërbimet e sigurimit të shtetit këtu në Turqi e kanë arritur ta zbulojnë çështjen, le të themi, rreth 20 minuta para se sa gjithçka të ndodhte. Dhe ata janë detyruar ta përshpejtojnë çështjen. Pra, kur ata kanë përshpejtuar, aty ka qenë dhe gabimi i tyre. Dhe kjo është shumë interesante në këtë çështje, se ata e kanë patur në fakt për orën 2 në gjumë, mirë po janë detyruar ta përshpejtojnë në orën 12 natës. Kjo ka qenë shumë interesante në çështje. Mund t'i kenë ndihmuar rusët, nuk përjashtohet si mundësi. Të shërbimet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Dhe si Erdogani pas kësaj qëndronte atëherë Fethullah Güleni, pra ish miku i tij që u kthyen. Ajo që unë e vërtetoj se ka qenë Fethullah Gülen, është edhe fakti i sjelljes më mbrapa të Fethullah Gülen. Domethënë, unë e kam analizuar në një shkrim këtë çështje, kam thënë nëse Fethullah Gülen, i cili akuzohet për këtë grushteti, e ndjen veten të pafajshëm, atëherë ai mund të kthehet nga azili ku ishte në Amerikë. Ai ishte në moshë shumë vjetër dhe po të kthehet, do të gjykohet, dhe sigurisht po të gjykohet këtu, mund të merret edhe dënim në vdekje, sigurisht, ose mund të merret edhe dënim shumë të rëndë. Mirë po, një njerëz që ka një kauzë, nëse ai vërtet i beson kauzës së tij dhe është i sinqert në atë kauzë, atëherë ai do të jetonte për kauzën e vet, dhe do të kthehej dhe do ishte, mund të bëhej edhe një hero këtu në këtë vend, nëse ai do ta bënte këtë. Mirë po, fakti që ai nuk e bëri, pra pati frikë të përballej me gjykatën e shtetit vet, pati frikë të dilte para popullit vet dhe vdiq në vetë huaj si i përzën dhe i urryer nga populli vet, e tregon më së miri se ai vërtet ka qenë fajtor për këtë çështje. Atë për ta mbyllur, mund të themi që 15 korriku do mbetet si një nga simbolet më të rëndësishme të Turqisë moderne. 15 korriku për vendimin tim është pika e kthesës së gjithçkaje. Domethënë, edhe këtu kur them pika e kthesës, unë këtu shoh që është vepra e Zotit. Domethënë nuk ka lidhje fare, domethënë sigurisht madhullorën e gjitha, i vën fund fare, domethënë gjërat janë bërë vetëm me mendim hyjnor për Zotin, sepse
gjithaj popull të mblidhet dhe të arrijë të dështojë një grup shteti të armatosur të një ushtrie, domethënë ose të disa kompanive ushtarake, që nuk është pak, dhe ne mos harrojmë, këtu në Turqi, 80 për shembull, ka padur një grup tjetër shteti, po nga ushtria, edhe në vitet 90, po prapë nga ushtria ka padur tjetër gjë, mirë po kanë qenë suksesshme. Kurse ky grup shteti nuk dështoi. Fakti që nuk dështoi tregon që këtu ka qenë më shumë se sa thjesht populli që është ngritur, ka patur dhe ndihmën e zonës. Edhe diçka për ta mbyllur, ndërkohë që jemi në këtë bisedë për grushtin e shtetit, atëherë atje në Tiranë kemi protesta, nëse mund jeni koment, jemi në nisje të protestës së 46 në këtë moment që flasim në Tiranë. Ju i keni ndjekur zhvillimet, keni pasur edhe disa komente në rrjetet sociale. Patjetër dhe për mua është populli më është dashuri, edhe e du shumë. Unë më këtë rast gjej shansin të t'i përshëndes gjithë ata njerëz, ata shqiptarët e mi dashur atje, ata vëllezër dhe motra, ata gjithë ata që kanë dalë atje për të kërkuar drejtën dhe pavarësinë e Shqipërisë. Unë gjithmonë them kjo është protestë për lirinë e Shqipërisë. Nuk është thjesht protestë thjesht për disa rregullime të kushtes ekonomike. Çështja është më e madhe se kaq, është çështje për sovranitetin e Shqipërisë. Gjithsesi për ta lidhur me këtë grushtin e shtetit, unë po them se aktualisht populli, siç ka ndodhur këtu në Turqi me 15 korrik, e njëjta gjë po ndodh me popullin shqiptar atje në Shqipëri. Ja imagjinoni që edhe populli shqiptar është ngritur pikërisht për atyre, për të thyer ato tradhti që i kanë bërë vendit tonë dhe që tentojnë ta coptojnë vendin tonë. Dhe pikërisht ata njerëz dashur dhe ata njerëz të mirë atje që kanë dalë në shesh, në Tiranë, në gjithë qytetet e Shqipërisë, sinqerisht unë i imagjinoj dhe mendoj se ata janë herojt e Shqipërisë, dhe shpresoj shumë që protesta jonë do të ketë suksesin e madh dhe ai do t'japi dorëheqjen edhe do të largohet. Edhe pse nëse doni mendimin tim për mendimin tim, ai nuk do të largohet kurrë me këto lloj protesta shpajsore që po bëhen. Dhe ai është duke i provokuar në fakt popullin shqiptar, ose duke ironizuar me popullin shqiptar, i cili ka dalë dhe po lodhet për ditën e 46, domethënë në këto protesta, edhe ai vazhdon të ironizojë dhe të tallet me ta, që është vërtet shumë e rëndë, domethënë për një diktator që provokoi popullin e tij në atë mënyrë. Po, Bloomberg shkruante sot që me që jemi në Turqi edhe po zhvillojmë këtë bisedë, që gjatë bisedës që ishte pas të takimit me Erdoganin, ishin të pranishmit ishin ndjerë në siklet sepse ishte drejtuar duke i thënë sultan. Pra, ndërkohë që samiti vitin tjetër në Tiranë, po sipas Bloomberg, është në rrezik sepse kryeministri nuk u paraqit serioz me atletet atje dhe kjo Trumpit nuk i pëlqen kjo lloj veshje. Shiko, Edi Rama, domethënë këto le të themi këto ekstravaгаncën e Edi Ramës, domethënë mund të pranohej ose mund të quhej diçka e çuditshme, domethënë ose befasuese, sot e 10 vjet përpara ose edhe më tepër, edhe në zyrat europiane, domethënë. Mirë, po sot Edi Rama këto lloj ekstravaganca dhe këto lloj dalje nga formaliteti, këto nuk janë më befasuese, nuk janë më përqyeshme, domethënë edhe për kancelarit botërore, për politikën botërore. Edi Rama është thjesht i kloun tashmë, ka kaluar në fazën e talljes. Dhe ne pam se si e tallën në njëri ishte aty në fotografinë e madhe, duke ja treguar Trumpi se si Edi Rama kishte veshur si kloun, domethënë kishte veshur atlete. Ju e shoh që Edi Rama është në fundit e tij dhe vetëm lut Zotin e Madh që populli shqiptar domethënë ta gjej forcën dhe Zoti t'i ndihmojë në mënyrë që ta hedhin atë njëri, atë sistem, atë tradhti që bëhet populli shqiptar, ta shkatrojnë dhe sinqerisht të jetë edhe ajo që po ndodh në Shqipëri të jetë një sukses, kështu siç ishte edhe kjo le të themi kjo kryengritje e popullit turk kundër tradhtarëve të vendit dhe që patën sukses me trimërinë, me guximin e tyre, por kujdes, këtu njerëzit dolën me abdes, kjo duhet ta kemi qartë, njerëzit që dilnin këtu merrnin abdes, ishin xhamiat, ezani xhamiave që u ngrej këtu në këtë vend, pra që u thirr që mblodhi popullin. Pra, imagjinoni roli i fesë, të cilin pikërisht Edi Rama është duke sulmuar rolin e fesë islame,
është duke sulmuar, sepse din që feja islame ka shumë forcë në popullin shqiptar dhe pikërisht këtë forcë nuk duhet ta neglizhojmë. E këtë forcë duhet ta kemi dhe ta paraqesim para popullit, të frymëzojmë popullin. Unë thuj besime dhe xhallarëve. Të gjithë xhallarëve shqiptar, një pjesë e madhe e tyre kanë dalë në protesta, por unë dua që dalin të gjithë. Edhe ata të cilët janë edhe influencerë të mëdhej, duhet të jenë xhallar frymëzues në protesta. Duhet ata ta ngrejnë popullin, sepse ne të gjithë si xhallarë në kemi një amanet. Dhe amaneti është populli jonë. Ne jemi këtu sepse duhet që popullit tonë t'ia tregojmë rrugën e drejtë. Jemi si xhallar, misioni jonë është që popullin shqiptar dhe popullin përgjithsisht ta ruajmë nga e keqja dhe nga tradhiti. E nëse shohim keqen, duhet ta ndryshojmë atë, nëse kemi mundësi me dorë, e nëse jo me gojë, e nëse s'mundemi paktën me zemër. Ama kjo thotë pejgamberi, është besimi më i ulët i njeriu. Kur njeriu s'ka guxim të flasi fjalën e vërtetë. Dhe ne duhet sot kemi nevojë shumë për xhallarët tanë, kemi shumë nevojë për besimtarët dalin, kemi nevojë shumë për xhamiat të formojnë besimtarët, të cilët janë jo pak që të dalin protesta dhe ta shkatërrojnë këtë trafik të madh që po i bëhet vendit tonë. Sepse në fund fare, në fillim e mbarim, populli shqiptar, Republikën e Shqipërisë e ka themeluar, ose shteti shqiptar le themi, e ka themeluar pikërisht, e kanë themeluar ndër të tjerët, një pjesë e madhe e tyre kanë qenë hoxhallar, njerëz të cilët ishin njerëz që njihnin Zot, kanë qenë edhe prishtrin sigurisht, por kanë qenë gjithë pra njerëz që besonin Zot dhe kërkonin ndihmën e Zotit. Edi, unë të falenderoj për bisedën, dhe shpresoj të ngjojmë sërish të gjinimet atje, qëndro pak në linj, jo qëndro pak në linj, lutem. Tani këtu është pjesa më interesante e çështjes. Këtu është duke kaluar banda e famshme osmane, quhet banda Mehter, dhe kjo është parada më e bukur dhe më interesante në gjithë. Se shikoni, nëse lejoni po ta kujtoni pikërisht vajti edhe ceremoninë e protokollit në Elizet e NATO-s. Për t'i treguar që osmanët nuk kanë vdekur, nipat e tyre janë gjallë.